Vllaznia ka nisur me humbje serinë e ndeshjeve miqësore në tokën slovene. Kuqeblut janë poshtur me rezultatin 5-3 nga skuadra vendase Koper. Fillimisht ishte braziliani Andrej Jago, ai që kaloi i pari në avantazh shkodranët që minutën e 5 me një gjuetje të fortë nga jashtëzone duke realizuar një gol shumë të bukur. Ndërkohë slovenët barazuan në minutën e 19 pas një goditje standarde dhe goditja me kokë nga njëri prej futbollistëve vendas përfundoi në rrjetën e Sportës Kuqeblu. Në këtë mënyrë, pjesa e parë u mbyll në brezim 1-1. Në të dytën, slovenët e Koper e nisën me një gol shumë të bukur duke shënuar me refushat me anë të njërit prej futbollistëve të tyre. Megjithatë, më pas Kevin Dodaj do të barazonte shifrat në 2-2. Vendasi do të kalonin sërish në avantazh me anë të 11 metrësh të akorduar nga arbitri për prekje të topit me dorë në zonë nga Jago. Më pas erdhi edhe një gol i katërt nga Koper, ndërsa radhën për shënuar do ta kishte më vonë Ildi Gruda përmes një 11 metrëshi të akorduar për vllaznin, duke ngushtuar shifrat në 4-3. Megjithatë, futbollistët e Koper do të përfitonin nga një përgjumje mbrojtësve shkodran dhe do shënonin në minutën e 83 dhe golin e 5 të fundit të kësaj miqësoreje. Në fund, gjithçka u mbyll me fitoren e Koper ndaj vllaznisë me rezultatin 5-3. Kështu, Kuqeblut e nisin me humbje ndeshjet miqësore në fazën përgatitore që po zhvillojnë në Sloveni.